Bullizmi, dhuna online dhe krimet kibernetike kohët e fundit janë kthyer në një shqetësim serioz që rrezikon jetë. Rastet shtohen dita ditës, ndërsa kohët e fundit është rritur dhe numri i denoncimeve. Vitet e fundit nga viti 2022 paktën në vijim është vërejtur një tendencë që thonë në rritje e këtyre krimeve kibernetike të kryera kryesisht nga të miturit kundrejt të miturve, shokëve, kolegëve të klasës apo të shkollës apo dhe shokëve të lagjes. Kryesisht dy ndër veprat më të rratulla që kemi pasur janë falsifikimi kompjuterik dhe ndërhyrja në të dhënat kompjuterike, ku vërehet krijimi i adresave të internetit falso në Facebook, Instagram, TikTok dhe të tjera rrjete sociale me qëllim bullizimin, ofendimin, kryerjen, uljen e shokëve, shoqeve apo të personave me të cilët fëmijët të miturit mendojnë se ka një konflikt ndërmjet tyre. Dhuna në familje vazhdon të jetë një shqetësim veçanërisht në qarkun e Elbasanit dhe statistika tregojnë rritje sa i përket rasteve ku përfshihen gra, të mitur, por edhe familjar të tjerë. Shpesh të miturit janë dëshmitar të dhunës në familje që ushtrohet nga bashkëshorti kundër bashkëshortes, apo edhe ndaj prindërve dhe familjarëve të tjerë. Kemi vërejtur një rritje tepër të konsiderueshme të rasteve të dhunës në familje ku të miturit janë viktimë e drejt për drejt e dhunës në familje, kryesisht nga prindërit, por edhe nga vëllezërit ose motrat e tyre dhe kemi pasur raste të dhunës në familje ku fëmia nuk ka qenë viktime drejt për drejt të kësaj dhune, por ka qenë viktimë e dhunës së asistuar, që do të thotë dhuna është ushtruar nga një prind, ndaj prindit tjetër apo ndaj njërit nga vëllezërve ose motrave dhe fëmia e mitur ka qenë i pranishëm në moment të dhunës. Kjo ka sjellë një impakt tepër negativ në mbarvajtjen dhe njohurinë e fëmijëve, në psikikën dhe psikologjinë e tyre dhe është një problem shqetësues për të cilat duhet që institucionet përkatëse duhet të marrin masa të mundshme të urgjente për të ardhur në ndihmë gjithë komunitetit dhe fëmijëve në veçantë për të shmangur sa të jetë mundur përsëritjen e rasteve të tilla të dhunës në familje. Gjyqtari Dine thekson se shifrat më të larta i takojnë kategorisë me statusin civil të martuar, ku numërohen 206 çështje të denoncuara nga gjinia femërore për dhunën në familje, ndërsa sipas tij janë pranuar 127 kërkesa për urdhër mbrojtje për gjatë vitit 2023. Pranë policisë ekziston një zyrë kundër krimit kibernetik, e cila referon çështje problematike drejt gjykatës. Kjo e fundit në kontakt të drejt për drejt me kompaninë Meta mundson marrjen e të dhënave të nevojshme e në varësi të çështjes edhe mbylljen e llogarive problematike në internet. Procedura është e tillë që me marrjen e një njoftimi të tillë është detyrë e drejtoresë së shkollës të marrë masa për të shmangur ngjarje të tilla duke njoftuar fillimisht organet e policisë dhe të prokurorisë. Më tej është seksioni përkatës pranë policisë, drejtorisë vendore të policisë së Elbasanit apo dhe drejtorisë publike të policisë së shtetit, i cili merr masat me qëllim zbulimin e autorëve të kryerjes së këtyre veprave penale apo të hapjes së këtyre faqeve të internetit. Në rastin konkret, me qëllim zbulimin e këtyre veprave, ndihmë të madhe na ka dhënë kompania Meta Platform, e cila është kompania që menaxhon rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, ku prokuroria i drejtohet në kërkesë gjykatës dhe gjykata i drejton vendimin e kësaj kompanie, e cila na vendos në dispozicion të dhëna lidhur me IP-të e logjimit dhe të dhëna lidhur me personet të cilat kanë krijuar këto adresa. Deri në këtë moment kemi pasur një numër të konsiderueshëm dhe gjithmonë në rritje të kërkesave nga ana e prokurorisë, e cila ka kërkuar gjykatës të i drejtohet kësaj kompanie për të gjetur apo vënë në dispozicion informacion lidhur me personat që i krijojnë këto faqe. Mund të them se kjo deri në këtë moment ka rezultuar dhe suksesshme pasi kemi një numër të konsiderueshëm procedimesh krahasi me vitet e mbarshme, në të cilat janë arritur të zbulohen autorët dhe të vijnë, po them, përpara përgjegjësisë.
Sipas gjyqtarit Elizë Dina, situata e krijuar nga shkarkimet apo pezullimet ka sjellë mbi kërkesë të çështjeve gjyqësore. Vitin 2023 janë trajtuar dhe përfunduar më shumë se 50% e gjithë dosjeve të paraqitura të reja dhe dosjeve të mbartura nga vitet e mëparshme. Vitin e kaluar në këtë gjykatë, totali çështjeve për shqyrtim ka qenë 8634 çështje dhe janë shqyrtuar rreth 4300 çështje, duke mbajtur në konsideratë se kjo gjykatë ka punuar të paktën prej vitit 2020-2021 me numër më pak se 50% e gjyqtarëve të organizimit kësaj gjykate prej 18 gjyqtarësh, ndërkohë që një periudhë caktuar rreth 2023, kjo gjykatë ka punuar me një numër 3 deri në 4 gjyqtarë.